ndryshë. Në fakt do flasim për politikë, sepse 11 maj po afron, kështu që është natyrshme që të merrem edhe me politikë këto kohë, sepse ka shumë rëndësi. Sistemi politik krijon edhe administrimin e mirë, mënyrën se si mund bie, por nisja është ndryshe, se tani për politikë do flasim me më të vogël, ja të ftuarin tonë më të vogël, jo jemi me Gertën. Me Gertën që ka nga Rëshen. Edhe ardhja e Gertës me djalin e bukur, si sa i bukur me i ftuari më i bukur që ka hyrë deri tani në emisionin shqiptare. Jo thjesht e Akrolis TV, është Leoni. Se s'po flas për Gertën, se do flasim atje ke studio. Në kohë që kam edhe generali. Edhe general Dedën janë tek Shqipëria botën. Do flasim me këto dy përfaqësues, do flasim gjërësisht. Po pse u ndala këtu? Pasi pim kafën këtu te Hotel Lisus, te një lokal i shkëlqyer, mikpritit që kanë këtu, edhe të shkojmë pastaj në studio. Prezenca e fëmijëve në politikë është shumë interesante donë. Atë politikë po e quajmë kështu kaq sa janë, sepse na sjell një rast unik në Parlamentin italian. Edhe du ta sjell atë pikërisht kur deputetja me fëmijën futet me karrocë, në fakt Gerta ka sjell me karrocë deri këtu, dhe pastaj jemi këtu se do e mbaj edhe aty në emision, por në parlament është diçka, një simbolik e asaj që quhet ndryshe rilindja dhe transmetimi i brezave donë. Dhe kush është? Qumshi i nënës. Atëherë këtu është një parlamentare italiane, kur do të kitet nga parlamenti, pikërisht momenti që ajo kur jepet fjala është duke ushqyer fëmijën me xhi. S'ka nisje më të bukur sa kjo. Ndiqje nga parlamenti italian edhe shkëmbësi. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Ciao, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Io Federico, il figlio della collega Sportiello, che per la prima volta con l'unanimità del gruppo. Mirë, kemi ardhur këtu në studio pas prezantimit që jo si herë tjera bëm atje te Hotel Lisus, edhe jemi me Rigerda Tushaj, edhe me Leonin, Leon Tushaj. E bukur, Një hyrje e bukur kështu. Është pjesë e përditshmërisë, ne në politikë jemi që jemi në jetën e përditshme dhe kë jetën e përditshme është me mua dhe takon që tjetë edhe me ty tani, me ju në këtë moment. Po, a do flasë, kjo vetëm duke qesh, kjo si qesh? Ashtë i vogël. Leon, atëm po amun dritë së ju dhe e qa mërgullie, sepse realisht e përmerem dhe aty ju patë edhe videon që vjen nga parlamenti italian, por duket sikur politika në të rase vije dhe bje me këmbë tokë, edhe shkon të njerëzit e duhur. Rigerda vjen nga nisma Shqipëria bëhet, ndërkohë që kam generalin këtu, General Det Prenga, që falenderoj mirë se erdhe. Falenderoj profesor. Pas Det Prengën, një format tillë ushtaraku dhe jo vetëm, njëri i cili ka kontribute të shkëlqyera në ushtri dhe jo vetëm në ushtri, dhe vjen nga nisma Shqipëria bëhet. Ishte zgjedhja jote kjo, ishte ftesa që të bën Det, sepse realisht në formatin që ke ti mund të ishe ose edhe ke PS-ja, mund të ishe edhe ke PD-ja të tjerë. U gjete komod tu? Së pari ishte ftesa dhe pasi unë pash programin dhe vizionin e tyre, ekipin e vajzave dhe djemve dhe të grave dhe burrave të motivuar për të ndryshuar diçka në këtë vend, ku unë edhe ju dhe bashkëmoshatarët tanë e shijojnë prej 34 vitesh, unë nuk hezitova për t'ju bashkuar këtij ekipi për të koordinuar në mënyrë perfekte vrullin rinor me eksperiencën tonë, që të mund të sjellim një ndryshim, dhe sot është vërtet një ditë e madhe ndërkombëtare që quhet Dita e Punëtorëve, 1 maj, ku përpara 19-s ne e kemi festuar bashkërisht dhe unë kam patur fatin që të parakalojnë atë shëtitoren e madhe të dëshmorëve të kombit në 8 maj. Sot për fatin tonë jo të mirë, ka ditë ndërkombëtare të punëtorëve, por s'ka më punëtor në Shqipëri. Dhe për të rikthyer këtë shpresë që ky vend vërtet të bëhet për brezat që vinë, ne jemi bashkuar pa më dyshje, dhe unë personalisht jam bashkuar pa më dyshje kësaj lëvizje, nismës Shqipëria bëhet, për të sjellë sadopak shpresë për shqiptarët e qarkut të Lezhës, për shqiptarët
e këtij vendi që quhet Shqipëria Londineze dhe për gjithë shqiptarët kudo që janë në diasporë. E kishe menduar se do të jesh në një ekip i skuadrës simpatike. Unë e kam lexuar me shumë kujdes, kam lexuar gjitha informacionet dhe aleancat e ndryshme që janë, koalicionet e ndryshme, por a kishe menduar se do jesh me Gerdën për shembull edhe me Leonin, e shih Leonin. Kjo unë jam gjysh dhe më duket sikur po shoh përballë vërtet njërin nga nipat që kam që jeton sot në Barcelonë, e kush nuk do donte ta kishte afër, unë kënaqem kur e shoh vërtet, sepse për fat keq një pjesë e mirë e shqiptarëve po largohen çdo ditë dhe po i shohim vetëm nëpërmjet ekraneve dhe nëse do të vazhdoj ky trend i politikës shqiptare, po do thosha në shembull krahasimor dy gjysmët të njëjtës mollë, eksodi 5 do të vinë shpejt për fatin ton dhe të shqiptarëve dhe për të vajt ndoshta edhe tek ajo e Çubrilovićve për ta zhbërë këtë vend. Qofsha i gabuar, por nëse ndonjëherë do të arrijë të shkruhet historia e këtij vendi, dhe një tezë që vjen latencë. Dhe atyre të cilët e kanë patur fatin, por jo vetëm fatin, por ne i kemi zgjedhur dhe i kemi vot besuar për të na drejtuar, vetëm drejtim në aspektin jo ushtarak mirëfill ku unë jam rrit e kam kontribuar, por drejtim ka në çdo hap të jetës së veprimtarisë së qytetarit. Okej, me qenë se je ushtarak, kalim të artilleria Rand, po e quaj unë e kuvendit, se këtu imi thirrën kuvend, po pasi të përcjellim pak dhe Lonin mbrapa, se kjo na bën kështu, shih. Ore ç'a bën zhurmë ky? Lon, pa mshif çik më Leon. Ka qenë sa i bukur si janë. edhe në protesta. Jo, se kudo që ke shku në protesti me Leonin me veti. Edhe shiko, simbolika që du me dhamë kuvend, kësaj radhe është kjo. Që Shqipëria e brezit që vjen, e gjeneratës së re që vjen. Edhe kjo simbolika është sot të në kuvend, masë mund tjetë e rradhë në televizion shqiptare. Bashkë me generalin, ne jemi takuar në këtë, të quajmë në të kuvend politik, ama ideja, në kanë bashkuar ide dhe vizioni që kemi për të ardhmen në këtij vendi. Në bashkon fakti që ky vend nuk po menaxhohet ashtu siç duhet, nuk është vendi i përshtatshëm për të rritur fëmijët në mënyrë dinjitoze shumë herë dhe ja ku jemi këtu, për t'i dhënë të gjithëve një alternativë ndryshe, një alternativë që Shqipërinë mund ta bëjmë të gjithë bashkë. Nuk e bëjmë unë edhe generali Shqipërinë. Shqipërinë e bëjmë të gjithë bashkë, mjafton që të mblidhemi bashkë në kuvend dhe të vendosim e të zgjedhim më të mirët në parlament, jo më mikun, apo atë që ka partinë më të madhe. Njerëzit që kanë dhënë merita në përditshmërinë e tyre dhe njerëzit që kanë dhënë kontribut aty ku kanë kaluar. Dhe për mua, fakti që jam në këtë listë, për mua është një privilegj. Kur e mora vesh që ishte dhe generali në këtë listë, normalisht që vendimarrja për të qenë pjesë e listës ishte edhe më e lehtë. Betejave i duhet një general, Gjergj. Ne kemi një general që na udhëheq. Okej, shumë bukur. Ndërkohë që tu fol ti, unë isha tu pa Leoni që po të shihim kujdes se si ato fol mami, a kupton? Edhe më imagjinoj pas disa vitesh kur do e shohë Leoni i rritur, si ka fol mami si kandidate. Okej, shumë bukur. Leoni ta përcjellim. Okej, jo, edhe një minutë se Leoni do ta dëgjoj pak vetëm sa të bëj profilimin, do durojë ky. Edhe sa të bëj profilimin pak edhe pastaj Leonin e përcjellim. Okej. Atëherë kush është Det Prenga? Ushtarak madhor me gradën general brigade. Atashe ushtarak, pedagog, zëvendës shef i shtabit përgjithshëm të forcat armatosur, këshilltari i presidentit të Republikës për sigurinë kombëtare. Mësimet e para i ke marrë në Spaç, në Gur Spaç, pastaj në shkollën Skënderbej, pastaj ka vazhduar shkollimin akademik në linjën e ushtrisë, në shkollën e lartë bashkëkohore të oficerëve, në specialitetin Gjenjo, ka kryer dhe studimet në Akademinë Ushtarake të Shtabit Përgjithshëm. Përveç studimeve dhe kualifikimin në institucionet arsimore brenda vendit ka kryer me sukses disa kualifikime specializime të ndryshme jashtë vendit, kryesisht në Gjermani, si kursi i Shtabit Përgjithshëm, kursi i lartë për sigurinë europiane dhe kurse të tjera në fushën e sigurisë e mbrojtjes. Ka shërbyer në detyra të ndryshme komanduese e mësimdhënëse, duke vijuar me një karrierë suksesshme dhe në detyra drejtuese. Pasi ka punuar për 9 vite në trupoj përfshirë detyrën e komandantit të batalionit të Gjenjos, ka kryer detyrën e shefit të shtabit dhe komandantit të bazës furnizimit të ushtrisë në Rrashen, që të mbajmë në mirë det, në atë kohë, pedagog në departamentin e udhëheqjes ushtarake në Akademinë e Forcave Armatosore, komandanti i batalionit Gjenjero Nërtus, ka shërbyer në struktura ushtarake ndërkombëtare si në Sebrig, po, mi thuaj saktësisht. Bravo, në Stamboll në Turqi,
2008-2011, shef shtabi me pas zëvendës komandanti komandës doktrinës dhe stërvitjes, atashe ushtarak, ku lexoj këtë profilim të dedës, e kuptoj, dhe them me veti, E jemi në Shqipëri? po pra, jemi në Shqipëri, po pra, sinqerisht, jemi në Shqipëri. Prandaj duhet ta shohin mirë listën e Okej, bravo ti. Kështu që Okej, ka kandidatët ta. shfrytëzoj këtë rast për apel të fortë. Si dhe këshilltar ushtarak pranë strukturave ndërkombëtare të OSBE-s në Vjenë, në Austri, duke përfaqësuar me dinjitet shtetin shqiptar dhe forcat e tij të armatosur. Në vitin 2015 diet ke marrë gradë madhore general brigade dhe ka kryer detyrën e komandantit doktrinës e stërvitjes, zëvendës shef i shtabit përgjithshëm forcave armatosore 2016-2018, këshilltar i Presidentit të Republikës për Sigurinë Kombëtare 2019 në vazhdim. Gjatë karrierës pas ushtarake unë nuk po i enumeroj se është një enumeracion i gjatë nderimesh që është ndëruar me disa urdhra me darje të ndryshme nga ministri i mbrojtjes, shefi i shtabit përgjithshëm të forcat armatosore i drejtuesi i institucioneve ndërkombëtare të sigurisë. Ky është pak a shumë profili i dedës. Edhe tani Leon flasim ca fjalë për mamin Leon. Ashtu për Gerdën, kush është Gerda tek nisma Shqipëria bëhet. Gerda është diplomuar në shkencat politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Rom me rezultate të shkëlqyera në një nga universitetet më të rëndësishme europiane. Pastaj nuk ka vazhduar linjën politike, megjithatë gjithmonë aktiviste. Aktualisht është anëtare e Këshillit Bashkiak Mirditës dhe nënkryetare e Aleancës Kombëtare të Grave Këshilltare. Është informacion interesant ky, i aktivizmit të grave. Edhe e di që Mirditën e ke vënë atë skeptrin e fortë të aktivizmit grave të këshilltarëve dhe është fat i madh që jeti aty, por është fat që kemi gra këshilltare. Ajo që Gerdën e dallon, mbase në Shqipëri është një shpallje nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal si gruaja e gjelbër e vitit 2023 për Ballkanin Perëndimor. Dhe është një nderim shumë i veçantë, sepse ti vazhdon të shërbesh si gruaja e gjelbër. E këtij veni modeli nga modelet më të veçanta në Shqipëri. Pra mund të jetë një skuadër jo shumë e madhe modeli është tilla në gjithë Shqipërinë. Së fundi është diplomuar në Akademinë e Studimeve Politike, financuar nga Këshilli i Evropës, aktiviste dhe mbrojtëse e bindur e komunitetit. Ndërkohë që mbahet mend për fjalimin e saj historik në Parlamentin e Shqipërisë, nuk di çfarë viti, 2017, ishte thirrja që u ngulit fort në zemrat e gjithë shqiptarëve, ama edhe eja në fshat. Po ama edhe në subkonsciencë, sepse nuk bani zonë asnjë nga ato deputet që ishin aty, ishte ngulitja e parë që flitej për zonën rurale të Shqipërisë me termin e fortë, me ndjeshmërinë e fortë, me sentimentin e fortë dhe përveç saj me apelin e fortë që fshati shqiptar të bëhet, sepse pa fshat shqiptar nuk ka Shqipëri. Nuk ka Shqipëri. Dhe Gerda vazhdon të banojë në Mirditë dhe është nën e 3 fëmijëve. Pas 2 vajzave, Lunën edhe Leën, kemi dhe Kingon të Leonin, është nën e 3 fëmijëve. Princin e Rushkullit, i themi ne, sepse është i vetmi fëmijë i vogël në Rushkull, kështu që i takon të jetë princ, se është i vetëm, jo se ka titull. Kështu që trisësh 3 fëmijë në Shqipëri, mendoj është investimi më i madh që mund t'i bënim këtij vendi. Okej, se ti keq aty thush. Dhe këtu nga këtu mund të njësë edhe diskursi politik pastaj. Brava, shumë bukur. Atëherë, ne e ndërpresim për të kaluar një spot publicitar, e ndërpresim që të përcjellim edhe Leon, të falenderoj shumë Leon, të falenderoj shumë, sepse ti belbzove, edhe ti ke diskutuar më bukur se sa Gerda, edhe se sa generali. Bravo, na hodhi edhe këpucën tu, jemi në rregull, kalojmë në publicitet. Kthehemi në studio me miqtë e mi që janë kandidat në listën Nisma Shqipëria bëhet. Numri 6. Numri 6, se do me theksu Gerda. Si që e thash dhe në fillim, ne flasim politik të kohë deri me 11 maj. Besoj ja vlet sepse politika ju shërben të gjithë nesër pas nesër. Pra ne duhet mirë me dëgjuar dhe unë e quaj shumë Gerda, demokracia komunikimit. Domethënë studiot këto gjërat që dalin para publikut është tamam demokracia e komunikimit. Qerq, faleminderit shumë për ftesën, sepse kjo është një dritare që na shërben dhe mua generalit, por do të thoja që vërtet është politik, por mund ta them si për vete, si për generalin,
që ne politikën nga jeta e përditshme nuk e shkëpusim dot, sepse ajo çka jemi në përditshmëri, atë çka është General Det Prenga në përditshmëri dhe atë çka është Rigerta Loku Tushaj në përditshmëri, është platforma jonë politike. Mirë, okay, Gerda, që ti drejtohen pak generalit, do me thënë, përgjithsisht natyra jote, general, nuk është sepse unë të njoh prej kosh, nuk është se është një natyrë politike e theksuar, se po t'ishe punër për politike, me formatin tane, për sërish prapë të tjerë, mund të kishe kërkesa për që informacionet e mëdha politike. Në fakt, është oferta politike që të ka tërhesh në të rast, çfarë të ka tërhesh pikisht të kjo, që t'ja u themi njerëzve, okay, unë jam për këtë shkak këtu, sepse këtu ndihem që kam nevojë për dhënë kontributin dhe ndihem i realizuar në pikpamjen patën të subkonsciencës tane politike. Çfarë ka tërhesh? Me këtë Shqipëria vlet më shumë se partia, ky është slogani i nisma Shqipëria bëhet. Po. Siç ne bashkërisht njihemi dhe natyrisht kemi tashmë jo të vogël eksperiencë, por kemi eksperiencë të gjatë, secilin në drejtimin e tij për të cilët ne jemi arsimur, jemi kualifikuar. Unë kam shërbyer në forcat armatosur në detyra nga më të parat e deri në ato madhore. Natyrisht nuk ka qenë lehtë për të gjitha periudhat kohore, por njerëzit kur kanë dëshirë, kanë vullnet, gjithçka e arrin, por jo vetëm. Se kanë nevojë edhe për sakrificat e familjes, edhe për sakrificat e mbështetjen e shoqërisë, edhe mbështetjen e bashkëpunëtorëve, varësve dhe të eprorëve. Por kjo linjë, nëse është e dukshme në forcat e armatosura, pra linja e hierarkisë dhe e drejtimit, është edhe duhet të jetë në çdo strukturë të shtetit shqiptar. Çfarë ajo mua më ka tërhequr? Pasi unë mbylla një karrierë të suksesshme, do thoshe, në forcat e armatosura, jam drejtuar dhe e kam gjetur veten plotësisht kjo nisëm Shqipëria bëhet, pasi pash programin, pash njerëz të cilët ishin afruar dhe motivacionin e përkushtimin e tyre për të sjellë diçka ndryshe në politikën shqiptare. Unë vërtet nuk jam format sepse nuk jam marrë me çështje politike, por jashtë këtij vendi nuk kam jetuar për asnjë çast. Dhe në të kohën kur kam jetuar si përfaqësues diplomatik apo ushtarak jashtë vendit, përsëri moto e punës tonë ka qenë e orientuar nga shteti shqiptar dhe mënyra më e mirë dhe dinjitoze e përfaqësimit të tij në strukturat ndërkombëtare dhe në ato shtete që kemi patur marrëdhënie bilaterale. Cila ka qenë ajo që mua më shtyu vërtet për qenë? Ajo ka qenë, jo se nuk kam patur oferta, edhe nga e majta dhe nga e djathta. Dhe për ta parë veten unë komod dhe i sigurt në një farë mënyrë për mentalitetin tonë që ka 35 vjet që luan, unë mund të isha pozicionuar shumë lehtë ne. Por unë nuk jam si ushtarak dhe si shqiptar i pjesës që duhet marr privilegje të pamerituara dhe aty ku për fatin ton ne e kemi provuar. Djathtas është votuar, majtas është votuar, kemi zgjedhur njerëzit e besuar dhe kemi menduar se do të na përfaqësojnë me dinjitet në strukturë, duke filluar që nga ajo fjala që ju tha demokraci, që është fjalë e madhe, pushteti i popullit, nga parlamenti ku miratohen ligjet dhe pastaj nga qeveria ku kërkohet dhe dalin vendimet për të zbatuar në interes të qytetarit. Por fatin ton që e shohim përditshmërinë, ne nuk e kemi parë një gjë të tillë. Dhe duke mos e parë një gjë të tillë, që ata të cilët ne i zgjedhin për të na përfaqësuar dhe për të na shërbyer, ata janë kthyer, si mund të themi, gjakprishurit shqiptar, do thosha që nuk kanë menduar asnjë çast për Shqipërinë dhe shqiptarët, por kanë menduar ngushësisht për veten e tyre dhe për një dorë të vogël, do thosha të paaftësh, mediokër dhe servilesh, që rrethohen rreth rrot. Unë po sjell vetëm një shembull. Ndihesha shumë keq kur ministri i mbrojtjes na mlidhen takim dhe tema e parë që fillon të takimi ishte sa like e sa share i kemi dhënë fjalës kryeministrit. Unë ndihesha shumë keq. Sinqerisht ndihesha shumë keq, sepse nuk ishte ky prioriteti i forcave të armatosura. Dhe nuk është as sot prioriteti i forcave të armatosura. E jo vetëm i forcave të armatosura, por edhe shumë institucioneve të tjera shqiptare. Dhe të filloi takimi i një rëndësie ku mblidhen liderit e forcave të armatosura, ku mblidhen drejtuesit e institucioneve të tjera. Dhe të filloi takimin se sa shere like është dhënë fjalës kryeministrit. Atëherë kur edhe ai, siç e ka zakon, flet edhe jo si një lider, si njëri publik për fatin tonë të keq. Është shëmbëltyra, do thosha unë, më e keqe për qytetarët e vet, se një kryeministër, një njeri publik që zgjidhet për drejtuar një vend, i ndan shqiptarët në
qyryk, e autik, e bullizon njerëzit, është e pafashme. Dhe kjo më ka bërë që unë të gjej vetën në një ekip të mrekullueshëm, ku ndjehem vërtet edhe në moshë ndjehem më i ri. Më ri, se normal, se ke moshën e Gertës, Tarindës, jam në një ekip të mrekullueshëm, Eltonit. dhe po të them një sekuencë që më sollin në takimet e përditshme që ne bëjmë, nga fshati, nga zonat rurale, në qytet, derë me derë, duke ju prezantuar programin dhe duke ju bërë thirrje. Ju ku bëjmë thirrje voto detën. Votoni me mendje të kthjellë, votoni për veten tuaj, votoni për të ardhmen e Shqipërisë. Okej, po që të bëhet thirrje, ka një problem të madh. Më duket se po luhet shumë me makiazhin, është gati politika e influencierëve. Njihet domethënë aplikimi i politikës përmes rrjeteve sociale. Kjo dihet domethënë, e ka bërë që me Obamën, e kanë bërë edhe politikanë mëdhej evropianë të tjerë më radh, por realisht Gerda, ka një program, e kam pyetje për të dy, por ka një program që ju keni para publikut. Okej, platforma jonë është kjo, se ka është një program rreth 20 faqe, që ka nisma Shqipëria bëhet. Dhe cilat janë domethënë skeleti kryesor? Cila është oferta me program, jo oferta thjesht me makijazh dhe me kolona zanore. Ne edhe gjatë fushatës elektorale që po bëjmë tash minimaliste, sepse ne nuk kemi një parti e financuar apo kemi pare që të mund të bëjmë ato festat e mëdha, ama paraqitemi para zgjedhësve tanë apo zgjedhësve potencial tanë me një libër të vogël, i cili ka bazat e një programi të mirë që ndërton hap pas hapi të ardhmen tonë të përbashkët. Po mi thuj pak se tu domethënë, çfarë ka në esencë vetë ky program? Patjetër që unë jam e fokusuar më tepër tek bujqësia, blegtoria dhe zhvillimi rural, që është i përmendur, që ndryshon nga subvencionimi, ndryshon nga vëmendja, mbrojtja e prodhimit vendas, tek arsimi, tek kultura, tek mbrojtja, tek të gjitha fushat që mund të prekin për ditëshmërinë e individëve apo të shoqërisë tonë. Është e natyrshme që ne këtë program apo platformë politike që duam të paraqesim, nuk të mundemi apo nuk e realizojmë do të tërën. Ama nevojiten njerëz që të futen në parlament dhe të fillojmë një nga një që ta implementojmë programin tonë. Është faqja në internet e Shqipëria bëhet që ka të gjitha detajet se si duam ta shohim Shqipërinë nesër. Dhe patjetër që kërkon angazhim, kërkon njerëz që të futen në parlament për ta bërë këtë gjë. Po, okay, kjo është dakord. Për te narrativës retorike, normal që janë numrat pasaj që vendosë, është një pjesën e do flasim gjatë kohës shumë, por është një gjatë që në program do më flitet për forcimin e familjes. Okej, Gerta, programin në program general, ju keni përcaktuar sistemin e ri elektoral proporcional me listat hapur dhe keni me listat hapura. Do mos keni askund listat mbyllura. Do mos keni preferenca, do mos i kanë kryetarët e partive zakonisht i vendosin. Ne nuk kemi të përzgjedhur që i përzgjedh partia apo ata që firmosin, sepse edhe Adriatiku apo Endri që drejtojnë subjektet tona përkatëse nuk na imponojnë asgjë. Ne i vendosim gjërat bashkarisht, listat e mbyllura nuk ekzistojnë, janë element të vdekur sepse askush nuk na imponon se këtë zgjedhim, mendoj se para qarku dhe para elektoratit jemi të hapur në mënyrën në rast se generali merr një vot më shumë se unë, ai do të jetë deputeti i ardhshëm i qarkut Lezhës apo e kundërta. Pra, njerëzit kur votojnë generalin, votojnë Gertën, jo të votojnë generalin për të votuar dikë që është në listën e mbyllur, sepse këtu fatkeqësisht 4 deputet në qarkun e Lezhës janë katapultuar dhe na janë imponuar dhe nuk i kemi zgjedhur, as elektorati djathtë dhe as elektorati i majt. Ndryshe ndodh në listën tonë, atë që të votoni, ai do të zgjidhet. Po, e qartë. Pastaj keni forcimin e shtetit ligjor, gjithashtu forcimi i familjes, forcimin e arsimit, përsaktimin e minimumi jetik, si edhe taksën e shesht. Tani, realisht më duket shumë. Paka shumë në program duket sikur keni një miksim kauzash, që janë sa të majta, sa të djatha dhe i keni miksuar, është miksuar të kjo. Në percepimin tanë, çfarë është? Është një lëvizje populiste që do të tërheqë sa më shumë vota, apo është një lëvizje me fundament?
Unë besoj në atë që çfarë kam parë dhe përjetuar dhe çfarë kam marrë informacion vetë duke lexuar programin, por edhe në përditshmërinë gjatë diskutimeve që ne bëjmë për të zhvilluar tema të ndryshme që lidhen me programin dhe me të ardhmen e këtij subjekti, kam parë që qëndrojnë përgjithsisht në qendër, pra as majtas as djathtas, në interes gjithmonë prioritar të qytetarëve. Pa patur mundësinë për të zhvilluar tash në këtë intervistë gjithë programin, unë do doja të përmendja disa dhe të theksoj. Një pjesë e këtij programi dhe një nga shtyllat kryesore u realizua. Fal këmbgulës se këtyre dy nismave që kanë qenë lëvizje, që janë kthyer struktura politike, për sa i përket votës së diasporës. Po, që u realizua. Janë mbledh 21.000 vota firma dhe janë shkuar e paraqitur në parlament dhe pastaj kanë marrë diskutimin në grup përkatëse respektive parlamentare, por edhe në komisionet parlamentare dhe për herë të parë arriti të vendosësh vota e diasporës. Po pse dy partitë e mëdha nuk e kanë dashur votën e diasporës? Do të diasporës, po ta kishin dash, do ta kishin realizuar më herë. Do të kishin realizuar. Por ata panë që 21.000 vota, nëse pra ishte një trysni nga absolutisht, ishte trysni sepse kjo trysni nëse nuk do ta miratonin, ata përfituan në këtë rast. Sepse nëse nuk do t'i miratonin, këto 21.000 firma do të mjaftojnë të shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe do kishte dalë vendimi sepse nuk kishte asnjë lloj pengese ligjore për të marrë pjesë diaspora në këto votime. Por ata e gjetën të gatshme dhe na u bashkuan 21.000 firmave të marra nga këto dy lëvizje dhe u bën edhe ata pjesë e një suksesi të pamerituar tyre realisht. Sepse do ta kishin bërë po të ishte. E dyta, çfarë është më e rëndësishme? Listat e hapura, siç ju i përmendëm. Përsëri është kërkuar, është këmbgulur dhe janë mbledh firmat dhe është paraqitur parlamentit dosja ligjore që ata të lejonin dhe të mos miratonin parlament 1/3 e listës të mbyllur, kur faktikisht është një trik siç ju e dini më mirë se sa unë, që dalin 2/3 të mbyllur, jo 1/3. Sepse sot që flasim në 140 deputetet e arshëm në Parlamentin shqiptar, 94 deputet janë listë e mbyllur dhe janë të dalë deputet pa pas nevojë për asnjë vot. Sali Berisha dhe Edi Rama e kanë 94 deputet i kanë në parlament. Dhe 46 të tjerë që përbëjnë 1/3 do të luftohet fort, siç luftojnë 77 kandidatë në qarkun e Lezhës për 3 mandate. Kur 4 të tjerë janë të marruar, kanë përfunduar qoftë dhe një vot po të marrun, ose partia e tyre, një vot i shkon atij dhe ai del deputet. Nuk ka rëndësi kush është, pra nuk përballen njerëzit që vinë me idetë e tyre, me programin, por edhe personaliteti i tij nuk e vjen në lojë për asnjë çast dhe ai del deputet dhe kjo pas 35 vitesh për mua është e pafalshme. Nuk është element i demokracisë. Na thonë zgjidhni ndërkohë kur ata kanë zgjedhur. Përtar pastaj lider. Përtar pastaj pjesa që ne duam të çojmë në parlament. Nëse qytetarët shqiptar do të na besojnë në atë mas që ne të kemi mundësi vërtet për të punuar për të vendosur, ne kemi fut parsore referendumin. Program. Për çfarë? Sepse normale që mundet një kryeministër të lëvizë dhe jep se çka dhe me koncencione gjithë Bregdetin e me investitor strategjik 1 euro dhe tash janë kthyer maleve se ka përfunduar Bregdeti dhe do t'i kthehen maleve dhe do t'i marrin të gjithë investitor strategjik me 1 euro, po shet sot ai biznesmeni i madh, ai i Emiratet Bashkuara Arabe Alabari, po shet ajrin në Durrës sot. Sot që flasim po shitet ajri. Asgjë s'është ndërtuar akoma. Pra nuk është kjo ajo që duan shqiptarët. Që të mos njohin pronën. Nëse familja që ne kemi vënë në qendër të programit dhe prona nuk njihen, shoqëria shqiptare pushon se ekzistuar jo vetëm ajo shqiptare, po çdo shoqëri kudo që të jetë dhe tregohet kujdes. Edhe ne kemi thënë referendumi për çdo gjë që shteti, vendimet e qeverisë, parlamenti. Ore, atë që e prek. Ju e dini më mirë se sa unë Gerta ka qenë në protestë. Po merret nuk ka shteti shqiptar, edhe bashkia, edhe pushteti qendror, pushteti lokal, nuk kanë gjetur asnjë lloj fondi për të investuar për të bërë rrugën për Kaçinarin e Mirditës, për Acin, por kanë gjetur formë për të nxjerrë mjetet dhe për të marrë ujë. Atëherë, qyteti Rreshën, siç ju e njihni më mirë se sa unë, është le që ka ik popullsia mbi 2/3 e popullsisë së Mirditës dikurshme, por po marrni shembull Mirditën, por ai ka ngel një qytet gati në zvetnim i rrethuar nga shkretëtirë. Pse? Fshatat nuk ka njeri. Dalim ne, në fshatin ku kam lindur dhe kam mbaruar shkollën e 8 vjeçare, nuk ka as njeri. Pse?
sepse unë kam pas të rastin të bisedoj me administratorin e kompanisë turke që është dhënë Miniera Espaç. Dhe kam biseduar 1 orë e gjysmë me te se çfarë ai ka bërë ai zonës. Pa fol pastaj që këtu asgjë nga ato që Zoti na ka dhënë me shumicë nuk i përpunojmë në cikël plot që paraja të ngelet në vend. Ky është aspekti ekonomik. Për sa i përket problemit të bizneseve dhe të subvencionimeve. Së pari, siç edhe Gerta e cilësoi, do të këmbgullet për të krijuar një bankë kombëtare agrare ku njerëzit do të subvencionohen për të ngritur bizneset e tyre dhe për të ecur në këmbë të veta. Edhe jo siç bëri qeveria me i parë njëshin, i parë dyshim. Prodhimi vendas ka nevojë për 30 milion dollar që na i dha Bashkimi Evropian, këta në vend që t'i jepnin për zonat rurale për zhvillimin e tyre, i dhanë në Bregdet, erdhën ata e inspektuan dhe thanë ndërpritet i parë dyshim, dhe do të na ktheni 30 milion pas. Dhe këto i mori Serbia 240 milion ka marrë me i parë dyshim. Ndërkohë kur ne nuk kemi asnjë lek për sa i përket financimeve europiane, Malizi dhe Serbia po korrin miliona euro në zhvillim rural. E kanë gjithë sistemin që kanë ndërtuar, të administrimin e kanë shumë më elastik. Ne kemi 0 lek nga Europa, ata kanë miliona euro. Para aty të cilët flasin për çështjet sociale dhe të pensioneve. Kur e ka thënë për herë të parë i nderuar Adriat Glapa që nuk do të ketë pension poshtë 200 euroshit, Edi Rama dhe të tjerë kanë dalë të mëdhej, kanë thënë ku do gjenden parat. Më vonë, kur e panë se si është situata, erdhën ata vetë, po, e kanë deklaruar të gjithë. Pra kush do të fitoje në 2026 me nismën e kësaj nismë Shqipëria bëhet, e këtyre 2 strukturave politike tashmë, u inicua dhe ju bë mirë, sepse në 2026 jam sigur kushdo që tjetë në pushtet, majtas apo djathas, apo një qeveri teknike, nuk do të ketë më pension poshtë 200 eurosh. Por kjo do tjetë edhe pra njerëzit me aftësi ndryshme, me shoqëruesit e tyre, me kujdestarët e tyre. Pa fol pastaj për sistemin arsimor. Sot një pjesë e mirë në Tiranë paguajnë tek after school-i, që i çojnë marrojnë shkollën në ora 12:01 dhe i çojnë të gjithë në after school dhe paguajnë kushtet disa sa lek. Ne kemi program, jo, por mësimit do fillojnë 8 dhe do përfundojnë 5. Pas orës 1 deri në 5 do të jetë fakultativ, ku do të ketë dhe drekën brenda. Po, mirë, unë kam, shiko, se duke folë për këto, janë disa premtime, se tani në fushat elektorale ka shumë premtime. Për shembull, ka premtime djathas, ka dhe majtas, po ka premtime të cilat në fund është çështje parash, është çështje financash. Don, sipas premtimeve që jepen, nuk e di ju i keni premtimet e fryera, po i bëni edhe ju këtë gjë siç po bëjnë tjerë? Jo, absolutisht. Sepse në këto premtime që ka, jo për pensionet, jo për njëra, jo për tjerë shërbimet e tjera me radhë, i del që për të mbajtur premtimet duhen 2.4 miliard euro. 2.4 miliard euro. Ku do merren këto? Mirë, se po themi shembja e sistemit korrupsionit e tjerë dhe po marrim disa. Po të marrësh sa të marrësh, mund të marrësh 10 herë më pak, po jo 2.4 miliard. Domethënë, a duket se po bën shumë populizëm? E para nuk ka populizëm. Është mbi bazën e ekonomistëve që kemi në ekipin ton, kanë bërë përllëgëritjet e sakta dhe qeveria, ekspertët do të dinë ku ti marrin parat, sepse vetëm kaq po marrin shembull. Koncencioni për 21 kilometrash që ka kushtuar 276 milion lek, kur të përfundoj së lekujduri nga taksa pagusës shqiptar, do shkoj 1.3 miliard euro. Dhe njëjta rrugë, ne kemi projekte dhe dim, e me fakt, që ka bërë Bashkimi Evropian një zbatim 5.7 milion euro ka nxjerrë një kilometër asfalt në Shqipëri. 17 milion euro del nga qeveria shqiptare. Vetëm me tendrat për fat të keq, për tendrat dhe mënyrën e zhvillimit të tyre, duke filluar nga aspekti juridik e ligjor që bëhet në parlament, e me vendimet e Këshillit të Ministrave, vetëm aty mjafton që to ti bësh reale. Pse? Në çdo vend i botës, më është dhënë mundësia të bëhet një projekt godine, bëhet e preventivi. Asnjëri që do të afrojë kompaninë, kush do ta fitojë tendrin, nuk tregon shifrën. Dhe i thotë, unë kam urdhëruar procedura e punës, ti në bazë të çmimeve reale që janë buletinet përcaktuara për gjitha lëndët në ndërtimit. Dhe në bazë projektit që unë të kërkoj çfarë të më bësh, ti urdhëro, futu në tender, dhe ai që i përafrohet çmimit real, jo mashtrimit, jo asfalte elektorale. Të gjitha këto janë para që sot qeveria i hedh pa i dhënë askujt llogari.
Ju e keni, besoj që jeni referuar e keni parë. Kontrolli i lartë i shtetit një herë në vit bën raporte dhe i paraqet në parlament. Miliarda euro të dëme të shkaktuar nga qeveritarët. Çfarë bëjnë parlamentarët tanë? Majtas dhe djathtas. E dëgjojnë, dhe në fund thotë, hidhen arkiv. Po, e qartë. Mirë, Gerda, më fut pak tek programi se unë e di që ty të dhem fort për fshatin. Në fakt, a keni risi, ka risi programi i nisur Shqipëria Bullën? Vlerësimi i prodhimit vendas, Gjergj, duhen patjetër që të vlerësojmë prodhimin e vendas. Ne jemi fokusuar kohët e fundit tek turizmi, në një kohë kur gati 80% e produkteve që konsumojmë për ditë, e ushqimeve janë produkte që vijnë nga jashtë. Kështu që si mund të kemi një turizëm të shëndetshëm në rast se ne nuk vlerësojmë prodhimin vendas, zhvillimin rural, bagtit, të prodhojmë, pastaj të konsumojmë, sepse ne turistët nas vinë për atë çka gjejnë këtu dhe nuk e gjejnë në Serbi. Kupton? Dhe patjetër që subvencionimi dhe vlerësimi i këtyre faktorëve është fokus kryesor. Unë vërej në përditshmëri janë disa ligje të hartuara, për shembull është një ligj që ka të bëjë me kontributin, pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të grave që jetojnë në fshat. Një grua që jeton në fshat nuk mund t'i paguajë këto në rast se nuk ka tokë në pronësi. Dhe ti e di se si është problemi i tokës në pronësi, jo vetëm në Mirdit, që ka shumë pak toka të punueshme, por në gjithë Shqipërinë. Dhe një handicap i vogël, një grua që banon në fshat dhe do të paguajë sigurime shoqërore shëndetësore nuk i paguan dot, sepse nuk ka tokën. Pra janë gjëra që ne i hasim në përditshmëri. Do të thoja diçka, patjetër që në rast se e marrim kështu programi nuk ka para, sepse ne shohim me sytë që jemi aktualisht dhe aktualisht nuk ka para për të investuar në gjëra reale, sepse këto para po investohen në koncesione, po investohen, ne po na vjedhin për ditë. Renta minerare në Mirdit për vite të tëra u bë zero, sepse Beqja u ngrit atje në parlament dhe tha t'i falim rentën minerare, që është një shifër çesharake, që t'jemi të sinqert, sepse ne nuk na kthehet ajo që i japim shtetit shqiptar. Nacionalizimi i pasurive, vërtet ne nuk mund t'i bëjmë 100% vete, ama shteti t'jetë aksioner në këto pasuri. Ne kemi mbajtur me Flori, ti e di shumë më mirë se sa unë, shtetin dhe jo vetëm shtetin. Çfarë ka marrë Mirdita në këto gjëra? Kupton? Ti marrësh pasuri, ti marrësh ujin. Rrjeti elektrik në përfshatrat e Mirditës është në mënyrat më të këqija të mundshme, ndërkohë kur ne jemi ndërprodhuesit kryesor të energjisë elektrike në vend. Çfarë i marrim ne këtij shteti? Garancia më e mirë që mund t'i japim votuesve tanë janë ndërgjegja jonë, sepse shpesh herë mjafton mos ta vjedhësh këtë vend dhe e ke bërë. Shiko, kur të ndjek në studio, por unë kam ndjek pothuajse gjitha formacionet politike, mënyrën se si komunikojnë me ata që kanë prezent aty, po edhe është komunikimi me rrjetet sociale normal, po domthon shoh më duket sikur ka tamth, keni tamth të fortë. Edhe një nga ato që ka tamth në skuadrën tuaj është Arilda Leshi. Arilda do ishte e ftuar sot, por Arilda është për Itali. Arilda është në Letoni, po, atje ku ka mbaruar një pjesë të studimeve të saj dhe po i akordohet një çmim. Ja, s'ma thakte. Po, bravo. Po i akordohet një çmim. Ja, kjo është gjenerat e re, pra ne ke shku det me gjenerat e re. Dhe nuk mundi që ta neglizhonte, sepse ishte një vlerësim që po i jepej, se fushata është në kulmin e saj, kështu që patjetër që duhet jemi në front të luftës. Mi, po ne po e risillim Arildën. E risillim Arildën me një diskutim që më duket e ka mbaj këtu. Në Rëshen. Jo, zinë Rëshen apo në Lezhë, po nese, ne shohim mënyrën se si kjo ka bën një enumeracion çështjes që ka ngrit për rajonin, jo vetëm për Mirditën, por për gjithë rajonin e Lezhës, mënyrën se si e ka por politikën e madhe, po deri tek ajo që themi prekja me dorë e politikës që është ke qytetari i thjesht. Ndiqni Arildën për ca momente. Arilda Leshi kandidojnë këto zgjedhje për një arsye shumë thjesht. Du me jetu në vendin tim, mirë po në këto kushte nuk jetohet dot. Veç hidhni një sy rreth e rrotull e më thoni a ka diçka në këtë vend që funksionon. Shkolla, institucioni i dijes është kthy në një godin që formson gangstera.
Spitali, institucioni i jetës është kthy në një institucion të vdekjes. Mungojnë kushtet, mungojnë ilaçet, mungon dëshira për me të shërby nëse nuk hap kuletën. Policia, institucioni që lufton krimen, është bërë dora e djathtë e krimet, që nxjerr njerëz në prit për hesab të krimet. Parlamenti, që presupozohet të jetë institucioni që përfaqëson zonin e popullit, nevojat e popullit, është sot zyrë noterie për ligjet me porosi të oligarkëve. Qeveria, që presupozohet jetë institucioni që menaxhon në mënyrë të drejtë dhe strategjike burimet tona, është kthy në grabicin e etull të burimeve tona dhe shkel me dhunë çdo kënd që del kundër planeve tyne. Kemi ngel 2.4 milion njerëz, 1 milion më pak se që ishim 91-shin kur ishim shumë të varfër, ku 800.000 janë pensionist, me shifra azilantësh alarmante që barazohen me vendet në luftë si Afganistani dhe Siria dhe do jemi shumë më pak, shumë më shpejt në rast se nuk bëjmë diçka. Nuk ka kuptim që në 2025 me i dhanë votën Partisë Socialiste ose Partisë Demokratike që na kanë sjellë në këtë pikë. Ky do ishte një akt vetvrasjeje, është një akt kundër vetvetes, kundër të ardhmes tuaj edhe fëmijëve tuaj. Na kanë grabit dhe do vazhdojnë ta bëjnë në rast se nuk reagojnë. Kanë kalu për atësadiq një ligj, paketa e maleve, hynë në fuqi me 3 maj. Është shoja një ligj për me zhvillu turizmin malor, po faktikisht është një ligj për me grabit tokat mal, pasi përfundur me tokat Mbregdet, tash i dur me kalu knej kamale. A keni një gjukun që zhvillohet turizmi me ligje? Turizmi zhvillohet me infrastruktur, shërbime dhe promovim. Në zonën e Domxhoni që isha para ca diç, në Konaj dhe në Shëngjin më thonë se ka disa individ që kanë investu tashma në tokat e tyne, në hoteleri dhe bujtina. Mirë po nuk ka rrugë që çon te këto vene. Tashi në vend që këta me investu në infrastrukturë, rrugë në këto destinacione dhe me i promovu këto destinacione, bëjnë një ligj të posaçëm nga ku do fitojnë 500 veta dhe do marrin tokën publike falas 1 euro me 0 taksa për 10 vite. A ka kuptim kjo? A është një ligj që me të vërtet zhvillon turizmin? Kjo është shartazi grabitje e tokës malore dhe dihet se kush do përfitojë nga kjo, sepse e kemi pa nga ligji për investime strategjike. Ky është një kopje e ligjit për investime strategjike. Kjo ideja Shqipërisë 1 euro u bë fillimisht ligj nga qeveria Berishës e pastaj u implementu në perfeksion nga qeveria Edi Ramës me ligjin për investime strategjike. Sot e kanë privatizu komplet Bregdetin, tash do na vi radha dhe ne. Mirë po, për me zhvillu turizmin, kërkohet ujë, për me zhvillu jetën kërkohet ujë. Është ky ujë që i ka majt këto male gjallë, që na ka majt gjallë kur u aratisëm nga pushtuesit Osman. Po për këta ujë ka vlerë për aq kosa mund shitet, për shembull të bëhet energji. Kështu që kanë ndërtu hecen çdo cep të mirëditës. A ka jetë, lene pasaj turizëm për Kaçinarin, për Arzën, për Simonin, për Thirrën, për Hebën, për Sangun, për Kurbneshin, nëse i merret uji? Konfliktet për burimet ujore në Shqipëri kanë qunë 34 arrestime dhe 6 plagosje ose vrasje. Zhvillim është ky që i çon njerëzit drejt përplasjes, drejt vrasjes? Shtet është ky që në vend që tjetë i paanshëm edhe i drejt mbron grabitësit, falsifikon firmat, ndërkohë që banorët e shkret vetëm sillen në gjykata tu kërku drejtësi me vite? Ky është zhvillimi i tyne? Hecet i solli për herë të parë Sali Berisha dhe sërish i implementoi më së miri Edi Rama. Bashkia e Mirëditës, si në drejtimin e PS-s, si në drejtimin e PD-s, ka mbështet kompanitë e heceve, ju ka hap dyrt në Mirëditë, ndërkohë që ju ka kthyr shpinën banorëve.
pasi dëgjova Marilën, ka tamth Arila në diskutim. Edhe ajo që edhe gjë tjetër që ka përdor gegnishtën aty, e dyta ka të elemente amargit, e pashe, e veshje kështu. Veshjen të stiluar mbes traditës dhe inovacionit. E inovacionit, e pashe Arila kështu. Ky është stafi ynë, Gjergj. Ne kemi një staf, ne jemi një grup. Jo se është klishe, po jemi vërtet të mrekullueshëm dhe jemi grupi oferta më e mirë politike që mund t'i jepet qarkut Lezhë. E nis me Erjon Selmanin. Erjon Selmani është një djalë nga Miloti, i shkolluar në Itali, inxhinier mekanik, pedagog. Kemi Artur Makeshdedaj, një djalë punëtor që ka mbaruar Universitetin e Sporteve, që punon dhe është i pavarur dhe ka dhënë kontributin e tij në lëvizjet rinore që janë bërë në Lezhë, i njohur dhe i mirënjohur. Kemi Arildën, një vajzë aktiviste që e sheh nga një protestë në tjetrën, ku ka protestë. Unë kam po emrin protestuese profesioniste. Ajo është Se ku shkon, sa nejse akti. Aktiviste profesioniste, ku ka një protestë është edhe Arilda. Kemi Elton Laskën, i cili është një jurist i mirënjohur i qarkët. Është sekretari i përgjithshëm Shqipëria Bëhet. Është sekretari i përgjithshëm Shqipëria Bëhet. Dhe është koordinatori. Është kryetari i dhomës së avokatisë. Po. Se nuk i kam studiuar këto, po. E kam drejtori, e kam parasysh. Është kemi dhe Andrea Stjevnin, inxhinier, një djalë që lumë zadrima që e ka. Tani edhe djalin më të ri që keni është Deda. Dhe në krye të shtabit qëndron general Det Prenga. Duket sikur është strategji lufte kjo. Ne jemi në luftë, Gjergj. Unë mendoj se është një luftë. Në luftë të vërtet, sepse luftrat nuk po bëhen më me armë. Biles tema e diplomës time ka qenë armët biokimike. Kjo nuk është një armë biokimike, po është një armë politike. Që e ka marrë peng Shqipërinë tash 34 vjet dhe nuk e lëshon, saqë edhe ofertën politike ta imponon. Kështu që unë lutem dhe bëj thirrje që ta shohin ofertën politike të nismës Shqipëria Bëhet. Vetëm ta shikojnë dhe në fund të zgjidhet, sepse këtu duhet të zgjedhim dhe është ndër rasti vetëm që mund të zgjidhet jo e keqja më e vogël, por e mira më e madhe për qarkun tonë. Du të shkrim të ajo, qëfar do jetë deputeti, pra kush do deputet që të dali i nismës Shqipëria Bëhet? Do më deputeti, në këtë kuptim, a keni bërë një profilim të saktë për të përqendruar tek problematikat konkrete që ka rajoni jonë? Qëfar? A do jetë kryetar bashkie? Se nga herë ka një lloj mbivendosje. Deputeti për mua nuk është kryetar bashkie. As për Lezhën, as për Kurbinin, as për Mirditën. Por, çfarë do i sjell rajonit, sipas jush? Cili është deputeti? Unë mendoj që grupi ose ekipi që ne funksionojmë prej 7 kandidatësh, pa fol për 2 që janë listë në mbyllët, të cilët menjëherë sapo të mbyllet votimi, ata do të japin dorëheqjen dhe do të jetë lista e realizuar 100% e kësaj nisme e hapë. Cili do qoftë përfaqësuesi, duke ndjekur e marrë në konsiderat programin 1 dhe frymën e ekipit që ne dhe problemet e shqetësimit që ne kemi hasur çdo ditë gjatë takimeve tona derë me derë, lokal me lokal, business me business, do t'i çojmë me këtë forcë, me këtë fuqi, mbështetur në programin ton në parlament atje ku ligjet miratohen dhe do t'jemi zë i fuqishëm që mos lëviz asnjëri e askush, as në pushtetin qendror, e as në pushtetin lokal, ashtu siç atyre ju ka dërë shefit deri tani, duke në përkëmbur interesat e qytetarëve dhe duke vlerësuar e shpërblyer ata që nuk e meritojnë. Duke filluar që nga emrimet e njerëzve, barazia, aftësia, meritokracia, këto do t'jenë elementet që ne kemi përfshirë në program dhe këta do t'jenë elementet të cilët ne nuk do të hezitojmë për asnjë çast për të ngritur zërin me forcë e për përdorur metoda demokratike që parlamenti mos t'jetë ai që kemi pa për 34 vite. Në komisionet parlamentare, në grupin ton parlamentar që unë uroj jam besim plot që do të arrihet një grup parlamentar, ne shpresojmë që t'jemi
unë të paktën e shoh si frym që do të jemi surpriza e këtyre zgjedhjeve. Do jetë surprizë. Me data 11. Okej, se pastaj kam një pyetje që do të jetë për pas kësaj që do bëj tani, do jetë një pyetje pikërisht. Domethënë, çfarë do të bëhet, cilat do të jenë kalkulacionet që do kenë për shembull deputet që do të dalin nga nisma Shqipëria bëhet. Por para se kjo, konkretisht, deputeti që është në Lezhë, deputeti që del për mirëditë më radh. Cili është arketipi i deputetit funksional? Unë të sjell një fakt, të sjell një gjë, domethënë gjatë gjithë këtyre viteve që kam ndjek, edhe emisionet që kam bërë dikur me përfaqësues ndryshëm, dhe deri tani për shembull po të marr kështu deputetet lobus. Ka një moment kur bëhet rruga Kombit. Dhe absolutisht prezove Ndrej Legjisi që ishin krah të ndryshëm. Domethënë ky ishte deputeti funksional. Domethënë ta u bërë një grup i cili ishte absolutisht një përballje lobimesh në mes për kalimin e rruga e Kombit nga Teku dhe tjetër që do kalonte nga Shkodra, ishte krejt normale me Jozefinë e tjerë me radhë. Dhe përfundimisht ishte ky variant, por ishte një lobim deputetësh. Ky lobim që ne nuk e shohim tani. Se thjesht do të flet kryetari, aty jemi, lepe peqe, dorën hava, e tjerë me radhë. Cili është pra deputet, çfarë? Për çfarë ka nevojë? E përmeni pak Gerta, do e thush pastaj Gerta sërish. E përmeni. Po marrim Mirditën, flitet për rendet minerare për tjetër. Për ligjvënësi çfarë bën? Kush është ligjvënësi sipas jush, ndese pas nese për Mirditën për Lezhë? Ligjvënësi duhet të jetë së pari zëri i problematikave i qytetarit dhe i zonës e zhvillimit të saj në përputhshmëri me ligjet që do t'i hartojë së pari. Dhe ai, përveç ligjeve dhe kohës që shpenzon në parlament, ai dhe të gjithë ata që janë duhet të jenë në zonë pavarësisht se ata që kanë qenë para kjo legislaturë e legislaturë tjera e kanë pas kohën e programuar që vetëm ditën e njëjtë zhvillonin seanca parlamentare. Zonë se ngaherë zyrat kthehen në zyra punësimi. Po për fat të keq, A ka një deputet që ka zyra në zonën tonë? Po mund të ketë deputet, por problemi sa do kthehen në zyra punësimi, jo zyra punësimi. Jo, zyrë për dëgjuar, ndoshta një zyrë për të dëgjuar problematikat. Sepse ti nuk mund të rrim të marrim telefon deputetin gjithmonë. Deputeti do të ketë një pikë takimi ndoshta me njerëzit që ne patjetër që do ta bëjmë, kushdo që dalë, do të ketë një pikë, një datë në mënyrë që deputetin ta gjejnë. Është shumë e rëndësishme Gjergj, se ne po zgjedhim njerëz që shkëputen nga realitetet prej të cilave vijnë. Unë e di që jemi një sfidë e madhe, njerëzit nuk kanë besim. Ama është një sfidë që besimin duhet ta ndërtojmë, po duhet të shkojmë atje. Në rast se deputeti shkëputet nga realiteti, nga votuesit, ai deputet nuk duhet të zgjidhet më. Ne kërkojmë një shans 4 vjeçar. Në rast se pas 4 vitesh nuk kemi arritur të bëjmë një revolucion në politikën shqiptare, atëherë vota juaj nuk duhet të vijë tek ne. Ne I votojmë njerëzit 4 vjet, 8 vjet, 12 vjet, të njëjtët njerëz që jetojnë hava nga komunitetet e tyre dhe vinë në komunitetet e tyre vetëm gjatë periudhës elektorale. Në rast se ne bëjmë diçka të tillë, nuk duhet votojmë më. Ashtu siç nuk duhet të votohet një deputet I cili 4 vjet ka qëndruar në parlament dhe nuk ka lobuar qoftë edhe një herë të vetme për zonën e vet. Po, lobim të shkuptim për zonën e vet, për shembull. E janë në fshat, Gjergj. Po, dakor, po. Ktheni syt nga njerëzit që jetojnë në këto zona. Unë nuk kam dëgjuar asnjëherë në parlament që të flitet për proporcionalitetin e projekteve zhvillimore. Domethënë proporcionaliteti është kthy. Nëse qeveria është e majt, kudo që dalin djath nuk investohet. Nëse është e djath, domethënë është krijuar diçka e tillë, është shumë e dhimbshëm domethënë. Dhe pastaj bën ndarjen krajinore, janë shumë gjëra të tjera. Duhet fillojmë nga depolitizimi I administratës publike që është një sfidë më vete. Kjo duhet bërë para. Të futen nëpër institucionet lokale njerëz që e meritojnë. Të gjithë drejtorët në përbashki Gjergj ne e dim shumë mirë, nuk janë gjë tjetër veç se fanca të partisë së tyre dhe të kryetarit që kanë zgjedhur. Drejtorët në përbashki, në për institucione duhet të jenë ashtu siç janë generalët në bazë të një karriere dhe përcaktim dhe meritokracie të caktuar. Gjithçka nis nga depolitizimi I administratës. Kur të kemi depolitizuar administratën, mund të pretendojmë një farë hapje të diafragmës së frymëmarrjes së meritokracisë në vendin tonë. Kështu që kjo janë hapa të mëdhej, por që duhet bërë në komunitet.
fakti që unë kam ndetur shumë pak në Këshillin Bashkiak, janë 2 vite që bëj aty. Mendoj që ka qenë një gabim shumë i madh që nuk e kam bërë më parë. Duhej patjetër të angazhohesha në Këshillin Bashkiak, antare thjesht, edhe një antar i thjesht në Këshillin Bashkiak duke qëndruar në opozit ka impakt në komunitet. Imagjinoj një deputet në qeverinë qendrore. Ti edukojmë njerëzit që deputeti nuk është aty për të marrë pagën, po për t'i shërbyer njerëzve nga të cilët vjen. Shembulli i të rinjve tanë, shembulli i generalit, i të gjithë neve që duam të shkojmë në parlament, është një shembull për të treguar që ekziston një politikë ndryshe. Ju lutem, shikoni njerëzit ndryshe në politikë, sepse po të votojmë të njëjtit njerëz, do të kemi të njëjtit rezultate. Ky është një moment historik për Shqipërinë. Vota e diasporës që shpresojmë dhe ne jemi të bindur që po na jep një farë nxitje edhe më të madhe për të ecur përpara. Okej, kam të pyetjem këtu, domethënë përveç asaj organizimit që keni brenda Shqipërisë, gjitha ne, domethënë vere që ka kurim të aktivitete, ka pjesëmarrje, me thënë drejtën partitë e vogla s'para kanë pas pjesëmarrje. Tani duket se ka pjesëmarrje. Kush ju ndjek ju? Ju ndjek zgjedhësi i zhgënjur, ju ndjek zgjedhësi që shef një platformë, ju ndjek zgjedhësi që don që ky sistem të mos jetë pas 11 majit, apo apo ju ndjek më shumë diaspora? Në vend parë do vjen diaspora, pa diskutim. E para është që ata janë krejt më pa ndikim se sa ne qytetarët këtu brenda vendit. E dyta janë më të demokratizuar dhe të lirshëm në ato që duan të thonë e të përkrahin. Dhe e treta dhe më e rëndësishme është ekipi me në krye Adriatic Clubin dhe Endrit Shabanin të sponsorizuar nga shqiptarët e diasporës, se s'kan pas mbështetje të tjera financiare, ata kanë bërë takime të pafundme nga Australia e deri në Italinë tonë fqinjë. Gjithçka ka qenë spontane. Kanë qenë takimet të cilat ata i kanë kërkuar, i kanë realizuar, dhe po të garantoj 2-3 vete i kam unë nga Italia dhe Greqia që më kanë marrë në telefon dhe më thënë hajdeni, u organizojmë ne. Sa ta s'kanë asigurit një politikë ata, në du me gjithë se kur është partijë madhe, partijë vogël. Vetëm duke parë si rreze drite, si rreze shprese, kurse në Shqipëri janë përgjithsisht rinia që na bashkohen dhe pjesa gri ka dhe shumë të tjerë që duhet na bashkohen, por për fat të keq. Që mua më kujtohet viti 94 kam qenë Rrashen, 93, kur shikosh tjetër ke kjo sa çka gazete blente. Dhe e njëjta situata është sot. Më kanë marrë në telefon punonjës civil dhe ushtarak, me të cilët unë kam nda eksperiencën time të punës. Jemi duke u sjell, po nuk vim të. Por çka ka ndodhur? Fillim shpreha habi. Po na filmojnë dhe nesër do na kërkojnë llogari o për ata vetë punësuar o me familjet e tyre. Okej. Është jo. Okej, mos e këtë gjë ma bëjnë dhe mund si gazetar. Është jo normal. Edhe sot tani që ju them ju sot kam përbërë gjë shumë veçantë, do ta filmoj pastaj, do të jetë shumë veçantë dhe do t'ju bëj një thirrje të gjithë që ndjehen të lirë. Të ndjehen të lirë edhe e dyta ajo që kam të mos guxoj as edhe një që të paktën drejtimin tim pa fare, mos guxoj fare me më kërku votë. Sepse në moment kur merresh me një gazetar me 35 vite eksperiencë dhe e përthyn dhe do të përthysh dhe karakterin e tij, imagjinoj çfarë bën me votuesit e thjeshtë. Po njerëzit të zgjidhin mbi bazën e kësaj. Po shiko, meqense përmendet diasporën, Eltoni, mu më bën përshtypje kam qef të analizojmë pak të edhe në mënyrë se si funksionon vota diasporës. Edhe është momenti mase për të në një këshill, në një porosi, në një gjë tjerë, në pipamin e procedurës, se si procedohet, por më duket pak i habitshëm në mënyrë se çfarë ka thënë Eltoni, edhe thot për një lloj Elton Laska, thot për një numër nga diaspora që ne mendojmë që kanë votuar për ne. Ndjekim Elton Laska. Përshëndetje të dashur bashkëdhetar. Duke ju falenderuar pa mas për mbështetjen tuaj që po na jepni me votë. Sipas portalit tonë, në drejtim të qarkut Lezhë dhe nismës Shqipëria bëhet, mbi 3.000 vota janë nisur për qarkun tonë dhe ne ju jemi shumë falenderues. Ju kërkojmë me përulje që këto vota t'i nisni nëpërmjet zarfit sa më shpejt në drejtim të KQZ-s. Faleminderit dhe Shqipëria bëhet!
Mirë, pas kësaj që na përsolli Eltoni, të duket që diaspora po voton për koalicionin tuaj? Marr shkas nga ato çfarë takime ka realizuar ekipet tona. Tash siç e theksova pak përpara, nga kontinenti më i largët australian deri tek Italia, Greqia, që i kemi shtetet fëqin me ne, optimizmi i tyre, besimi tek programi që më është prezantuar dhe mungesa e ndikimit nëpërmjet telefonave, presioneve, pra thjesht dhe vetëm në lirshmërinë e tyre dhe në shpresën që ata kanë që të rikthehen. Një pjesë na kanë marrë dhe në telefon, unë kanë marrë telefon nga Gjermania. Nëse nisma juaj do të futet në parlament, dhe do të ndryshoj disi konfigurimi i parlamentit shqiptar, unë do kthehem në Shqipëri. Do kthehem sepse kam një shpresë, kam një besim që ky vend do të jetë ndryshe dhe do bëhet. Do filloj të ndryshoj. Aq sa është e mundës, e tham pak më përpara, nuk mund të bjem kontradikcion me ato që themi. 94 deputet janë të dalë për arsye dhe ne duam të krijojmë një bërtham që të çajmë të dy krahat majtas e djathtas, të cilët për fat keq janë një për interesat e tyre, dhe jo të qytetarëve shqiptarë, që të mund të imponojmë shumë shpejt një qeveri teknike, e cila të punojë dhe të përgatisë zgjedhjet e parakoshme, duke ndryshuar legjislacionin shqiptar, duke sjellur legjislacion që e kanë vendet e tjera, duke futur pra listat e hapura, të përballet kandidati me qytetarin, të përballet kandidati me cilin do ku shkon, ta shoh përballë, a ditë të komunikoj, se ka deputet që unë di që pjesa më madhe e tyre nuk kanë mbajt një fjalë në parlament. Di nga ata që për fat keq 2019 solli në parlament njerëz mediokër që s'ditë të lexonte fjalën që ja kishin përgatitur, që një fjali e përbër ai e ndante në rrokje. Dhe kjo është katastrofë. Pa, mos me e krahasu me parlamentin e viteve 30, që kanë qenë intelektual e figura të jashtëzakonshme të vendit tonë, ose edhe ai 92-96. Po, që është një parlament elitar. Elitar. Po. Sepse ne duam, a duam për nxjerrën njerëzit më të mirë. Ore cili do e pranon? Edhe unë e pranoj. Nëse dikush është më i aftë me meritokraci, edhe atë që e kam pasur ushtar dje, nëse vijmë përballë njëri tjetrit, tha ai ka ecë, unë kam ngel në vend, i shtrëngoj dorën dhe le ta marrë me meritokraci atë që meriton. Kjo është ajo që ne na bën shpresë plot dhe jam i bindur në atë që ka përcaktuar dhe Eltoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ku vinë zarfat, jam i bindur që në numër e di, por nuk mund të dim saktë se sa ka votuar pasi. Po nëse është mënyra se si veproni brenda e para strukturës, ju pastaj për të marrë vesh. Kjo është edhe për të dhënë një optimizëm, por ka edhe nga ata që ta dërgojnë, nuk e kanë problem ata. Binuni kam thënë njëri, mos e dërgoj sepse është krim elektoral. Po, e qartë, shkelje ligjit, po. Po, absolutisht. Kështu që mos e dërgoj kam thënë. Po. Pra ai ndihet mirë kur ta thotë ta kam dhënë votën dhe me zëra me fikë. Qartë. Po, Gerda? Është portali i Shqipëria bëhet, ka një portal dhe ku është ofruar asistencë. Po, ju afroni asistencë teknike në procedurë se si duhet të veproj. Sepse ne nuk fusim dot duart në sistem. Po ju e kuptoni që ai që kërkon te ju, do me thënë ashtë joni. Po, plus minus se ne 3.000 kemi thonë, po mund thonim dhe 5. Edhe 5, po. Kështu që ne thamë 3, po janë disa mekanizma, nuk është i stallë, po janë disa mekanizma që na kanë çuar në atë. Më ka bë përshtypje një person që është në skuadrën e madhe tuaj, domethënë. Arjan Konovi, analisi Arjani. Po pse është bashkuar për shembull? Po për të njëjtën arsye që është bashkuar edhe generali, ai ka qenë spektator ai është jo spektator, por është postues i një politike 34 vjeçare që ka pa teatrin absurd politik që luhet në kurriz të qytetarëve shqiptar. Dhe duke parë disa të rinj ka vendosur të ndihmojë. Është një ndihmëse e madhe që na ndihmon që për cilin mesazhin tonë dhe atë çka duam të bëjmë në vijim. Du të them të prekim një pikë tani se po afrohemi nga fundi, të prekim një pikë. General, sepse ti vjen nga ushtria, je person që e njeh mirë këtë, a do t'i hikje nofka dhe a mendon që nuk do ripërsritet me lezhën, do me thanë deli azez në çdo fushatë elektorale. Deli azez në pikpamjen që shpeshherë ka pas ndikimet strukturave kriminale,
deformim të votës e tjere më radhë. A mendoni që kemi një terren më të shëndetshëm tani nga kjo pikë dhe Lezhë do ta hedh pas krave në këtë fushatë elektorale? Me ato çfarë unë kam parë dhe kam përjetuar duke dalë pothuajse çdo ditë në takime, deri tani, përjashtuar atij incidentit që ndodhi me Partinë Socialdemokrate në Tiranë, mendoj që fushata është zhvilluar dinjitoze. Por, për fat të keq, lëvizjet të kamufluara ku shteti ka dorë me strukturat e veta, duke filluar nga përfshirja e administratës shtetërore të pushtetit lokal dhe atij qendror, i gjen në çdo hap. I gjen në çdo hap, pavarësisht se me mënyra jo të dukshme, por dora e tyre e zgjatur është prezent, dhe unë mendoj që edhe këtë radhë do të ketë më e butë, por jo se do të mund të korrigjohet e të korrektohet dhe vota vërtet të shkoj aty ku hidhet dhe për atë cilin jep. Okej, ju jeni më të kujdesshëm në këtë, po ma thuj Gerda. Doja të thoja që edhe strukturat e SPAK-ut që janë ngritur, ne të gjithë bashkë kemi besim tek drejtësia e re që po instaurohet, avash, sepse gjërat e mira nuk është se bëhen gjitha për një herë. Absolutisht që çdo votë e shitur e shit bler, do përpiqemi të gjithë me mënyrat që kemi, me telefonat që kemi në xhep, apo edhe me denoncimet anonime që mund të bëhen në strukturat përkatëse, do përpiqemi që ta denoncojmë, ta tregojmë, ta demaskojmë. Shitblerja e votës është një fenomen që ndodh kryesisht në zonat e varfra Gjergj, kryesisht në zonat rurale, në përfshatra, patjetër që përflitet edhe në mirëditë kjo gjë. Këta shkojnë dhe blejnë vota aty ku janë 100 votues, në mënyrë që ta kontrollojnë edhe më mirë këtë lloj shitblerje, se në rast se do shihni ka ndodhur, unë shpresoj që të ndodhë më pak, fushata është më e heshtur, nuk e dija e keni vënë re, unë kam qenë pjesë e fushatave ka vite me radhë, po këtë vit është disi më e heshtur, nuk dëgjon më atë euforin për të përballur edhe në lokal politikisht. Njerëzit inshallah janë mërzitur, jo mërzitur sepse mbaroi filmi, por mërzitur duke parë të njëjtin film. Elementet e rinë politik janë thelbësor, këto zgjedhje duhet të jenë historike. Dy polet duhet të shpërbëhen, jo sepse jam unë në mes apo është generali, është një domosdoshmëri politike, sociale, shoqërore. Dhe nuk është normalisht që të votohet numri 6 është thelbësore për ne, por ju bëj thirrje të votojnë partitë e vogla, partitë e reja. Ju vini mas 5-s, jo? Në rast se ne vim pas 5-s, vim edhe para 7-s, kështu që nuk është, por ama dhe 5 plus 1 bëjnë 6, kështu që ta marrim dhe kështu, ama nuk jemi as pak çfarë është 5-a, çfarë është 1-shi. Dhe siç doja të thoja, votoni partitë e reja. Sido që t'jetë puna, partitë e reja nuk janë të provuara në pushtet. Nuk duan të na votojnë ne, mos na votojnë. Votoni ato që janë të vegjël, ashtu si ne, por që të gjithë bashkë duhet të rritemi se s'bën. Po në fundit pastaj, po të morrim gjitha kështu, se po të vëmë re formacionet e mëdha politike, me thënë drejtë i kanë kalkulimet më kështu. Don aty flet me shifra. Fol gjithë ditën ti tjerë, në fund është shifra, sa deputet dalin, si dalin. Po nëse marrë, nuk e di, cila është, po, tek përgjigje duhet sinqert. Në qoftë se është diskutuar në forumet e larta të nismës, Shqipëria e Shume. Për shembull, e zëmë se njëri koalicion, i djathi, ka, po themi numër 68 vite, 68 vota deputetë, 67, ku diun 69 dhe më radhë, dhe varet nga vota juaj, pra nga vota deputetëve që ka dalë kjo. Në këtë rast, çfarë do bënte? Do votonte djathas që të bëhet korumi i nevojshëm për qeverinë? Kur e ka në dorë, gjithë e kupton, ka në dorë ekuilibrin e për mendimin tim personal, se mendimi i partisë është thënë disa herë nga 2 kryetarë, bashkëkryetarë. Në asnjë mënyrë dhe për asnjë arsye, vota jonë nuk do të shkojë as majtas, as djathas për të mbajtur si pateric, as PD-n, as PS.
sepse ky vend ka nevojë për një strukturë apo të ardhme politike ndryshe. E nëse kemi ardhur me këtë frym, e në njerëzit na bashkohen duke na bërë disa herë këtë pyetje që bëhet juve me të drejtë. Jo, e bëj kështu, Na e kanë bërë me të drejtë. nuk e di, a shkoni më shumë, jeni të bindur për të shkuar atje djathas për një ndryshim rotacion, apo nëse shkojmë majtas për të përforcuar numrat, shkojmë majtas. Ne do ta heqim përfitimin personal. Se për të përfituar në aspektin personal ne do t'i bashkoheshim ot majtës ot djathës. Po shku nga aspekti personal ishim fut direkt te PS-ja apo direkt te PD-ja se të dyve nuk është se na thonin jo. E para. Dhe ne në prasë një arsye. Unë për vete pa thënë personalisht, më kanë bërë direkt pyetje edhe në Talen Lerçi thanë. Vota jote. Unë thash do të jem edhe kundra Adriatic Labet e Endrit Çabanit nëse do jenë në parlament. Vota ime kur dhe për asnjë arsye sa është vota juaj e qytetarëve. Dhe unë kam thënë një betim, kam paraqitur një program dhe ne kërkojmë me hy e shqiptarët na besojnë për të hyrë në parlamentin shqiptar për ta ndryshuar politikën. Jo për të bërë pateris thash. Dhe mu më erdhi keq për shembull, më ka ardhur keq në farë mënyrë për ta drejt tash edhe para shikuesve tuaj, gjithë shqiptarët them që ne do të shikojmë prioritetet. Dhe prioriteti këtë radhë ishte mos më ju dha mundësinë dy atyre që e kanë përdorë këtë vend dhe votën e shqiptarëve në mënyrën më të keqe të mundshme, Sali Berisha dhe Edi Rama. Dhe do të ishim kundër atyre. Dhe kundër atyre do të bëshim po të krijonim në mënyrë mirë shumë një pol të tretë me partitë e reja në një koalicion. Nuk ja arritëm dot. Për arsyet si mund të themi, egoizmit dhe jo protagonizmit të tyre, të tjerëve, sepse ne e lam egoizmin tonë personal. Edhe Adriatiku, edhe Endri, edhe tjetri, e lam, dhe thamë, hajde të ulim. Të flasim sot për gjën madhore që është për këtë vend. Pastaj kur ne të arrijmë që të jemi përfaqësues dinjitos në parlament, atëherë ulemi dhe shem, ti ke pikpamjet tuaja për X problem, unë kam pikpamjet e mia. Të shohim që na bashkon dhe të shohim çfarë na ndan. Por në këtë moment ata nuk e ka përcjellë dot. Kjo ishte një provë dhe një test që ata se ka përcjellë dot egoizmin e tyre dhe qëndruan se tha më mirë i pari i fshatit se i fundit i qytetit menduan ata. Pra, flas gjithmonë 2-3 tjerë që mund na ishin bashkuar ose ne mund të ishin bashkuar me ta. Dhe kjo ishte një dëm që ju bën në përgjithësi kësaj situate politike dhe të ardhmës së parlamentit shqiptar. Se nëse do të ishin 5 me rregullat e ligjit që këta kanë miratuar, do të shumëzoheshin 5 vota për 5 shkonin 25. Dhe nuk do na kishin mateta për të na ngllabruar, si mund të themi, ose nëse vin ka 2-4 kanë dalë i treti këtej do shkoj, atëherë po të ishim ne 5 në Lezhë, mund ta merrshim ne të tretin. Po, pra të 5-it thotë, si mund ta quajmë. Tashi po atëherë do të ngjelet PSD, kush e ka, do marrë pjesën tonë. E ke parë Gjergj në Këshillin Bashkiak si jam, janë 10 antar djathas, 10 antar majtas dhe unë jam në mes. Kur ishin zgjedhjet për Këshill thosha, sikur unë të jem në mes, edhe ndodhi ashtu. Unë nuk e votova kryetarin e Këshillit Bashkiak aktualin, u quj majtje, votoj. Që u bën bashkë të djathe të majt për të ndihmuar njëri tjetrin. Kështu që unë uroj që të ndodhë edhe në parlament kjo punë. Sepse në rast se ndodh, mesi i artë, në rast se unë do të jem mesi i artë, ata do të bëhen bashkë. Ose Shqipëria do të shkojë në zgjedhje që nga 1 të bëhen 1000. Pse jo? Këtë nëse më lejohet për ta plotësuar, ata bashkë nuk bëhen kurrë, sepse po që se bëhen bashkë për të krijuar një qeveri, njëra prej tyre pushon se ekzistuari, siç u gllabrua LSI-ja ose Partia e Lirisë, që hangri 4 vjet majtas, hangri 4 vjet djathas, nëse s'do ta kishte bërë këtë për mua në analizë si det, jo si politikan, ata do të ishin sot alternativa kryesore. Por u bashkuan me PS-n, pa listat e pjesës e përfitimit personal, u bashkuan dhe me PD-n dhe sot i ka glabruar Partia Demokratike, nuk e di si do dalë. Në gjithë të qasje politike që kemi pasur ndër vite, gjithmonë kush është krijuar nga këto partitë e reja, sikur është zvenitur apo është zhdukur. Unë ka 14 vjet që i qëndroj fort fakti që një frymë e re politike duhet futet në parlament. Se kanë gabuar të tjerët, nuk do të thotë që ne do gabojmë. Nuk duhet të paragjykohet askush pa u vënë në pushtet. Ne nuk kemi pasur pushtet asnjëherë, po punojmë fort që të marrim pushtet dhe që t'i japim Shqipërisë një mënyrë, një besim.
Besim, ka humbur besim. Ne kemi humbur besimin tek njëri tjetri, më të kemi besim tek politikanët. Është një sfidë më vete kjo. Është një sfidë ndoshta e parealizueshme, ama që po punojmë që të realizojmë fort. Okej, unë ju falenderoj dhe uroj suksese. Ju uroj për mënyrën se si po e bëni fushatën, është një fushatë më me këmbë tokë, është e bukur, të them drejtën, kështu që e keni në dorë vetë tani. Jemi shumë miqësor me njëri tjetrin. Po jeni miqësor, tamam, e kam bërë që sepse shikoj çfarë ndodh, ke formacione të tjera politike, janë ato brylat, apo ju s'keni bryla kështu, jeni po dalë një që mi përmene dhe hera parë që mi përmene gjithë skuadrën. Absolutisht, ne jemi një skuadër se pa skuadrën askund nuk shkohet. Shumë faleminderit, uroj suksese general. Faleminderit juve, nëse më lejoni në minutën e fundit, unë do doja t'u bëja thirrje gjithë shqiptarëve të kudo që janë, brenda dhe jashtë vendit, në veçanti të qarkut të Lezhës, me Mirditën e Kapedanëve, me Kurbinin e Lashësisë dhe me Lezhën e Kuvendeve. T'u bëja thirrje të votojnë veten e tyre, të votojnë me mendjen kokë të thjellë për të sjellë ndryshimin, për të rikthyer shpresën në këtë vend që kemi 35 vite në një tranzicion të stërmundimshëm dhe të pafund. Kjo është e domosdoshme, jo se ne kemi nevojë sot, por ka nevojë vendi dhe ne periudha në të cilën ndodhemi na ka sjellë në skenë për të bërë më të mirën dhe për të përfaqësuar, për të marrë barë mbi shpatulla, është barë e rëndë, por shpresoj dhe besoj që ekipin në të cilin përfaqësohemi i ka, si thonë populloshe, këllçet e forta për ta mbajtur. Dhe shumë bukur. Dua të them unë diçka tjetër. Në rast se ti faleminderit shumë për kohën televizive, me 6 maj ju presim në Lezhë në orën 18, jemi në shesh, ju lutem hajde na dëgjoni. Pastaj gjithçka tjetër është në dorën tuaj, vota është e lirë apo jo. Faleminderit. Mirë, ishim në kuvend me 2 përfaqësues dijitoz të nismë Shqipëria bëhet. Folëm për politikën, normal deri me 11 maj do flasim për politikën dhe do të bëj pastaj edhe një ftesë e kam bërë publike, do ta ribëj në mënyrë speciale dedikuar në një filmim që do bëjmë këtu. Do rishihemi sërish bashku në kuvend në Akrolis. Jam tu tek studio në kuvend e Akrolis TV, pas një emisioni që realizuam dhe du të them diçka rrënjësore që lidhet me komunikimet mediatike, sidomos në kohën e fushatave elektorale. Gjithmonë është i nevojshëm komunikimi me publikun. Po në fushatet elektorale normal që është shumë më i nevojshëm, sepse është momenti kur njerëzit zgjedhin për platformat, zgjedhin për njerëzit, zgjedhin për formacionet politike, për ata që do i përfaqësojnë në parlament, në këshillat bashkiake me radhë, zgjedhin për ata që do drejtojnë. Por unë du të them diçka, se shoh diçka jo normale. Kam drejtuar emisione televizive në rajonin e Lezhës edhe Mirdit. Kam drejtuar që para 20 sa vitesh. Dhe ka patur shumë më tepër transparencë. Ka patur shumë më tepër afrim me mjetet e komunikimit. Normal që tani mjetet e komunikimit janë zgjeruar në fashën ku nuk kemi thjesht me reporterin tradicional të dikurshëm. Pra, që në kohët e hershme, që në kohët e krijimit publicistikës të mediave me radhë, që me Pulitzer, Hemingway, vim ke Mimo Candito, Ana Falaci e tjerë, pra po të marrim edhe sot gazetarët më të famshëm që ka gjithandej, por nuk janë rrjetet sociale, thjesht rrjetet sociale, që kryejnë PR-e, nga njëherë PR-e cilët janë shpeshherë me një falsitet të dukshëm, ku përgjithsisht është makjazhi dhe nuk është thelbi i asaj. Në fushatat elektorale pritet thelbi. Dhe këtë thelbin njerëzit nuk e marrin thjesht nga një formacion politik që bën takimet e ndryshme. Pra kur flasim për drejtarët e komunikimit, në këtë rast Akrolis TV përmes platformës që ka, përmes YouTube-it dhe rrjeteve të tjera sociale, u jep një mundësi të gjithë formacioneve politike që të jenë drejt për drejt me njerëzit me programet e tyre.
Unë e kam bërë dhe një herë tjetër ftesën, sidomos për 2 formacionet e mëdha politike këtu në Lezhë, për drejtuesit politik, dhe du ta bëj edhe një herë, edhe për zotin Gjek Markaj, edhe për zotin Manja, dhe për skuadrat e tyre, që ne kemi edhe 10 ditë për të afruar tek zgjedhjet, që njerëzit të votojnë. Dhe do mendojmë për javën tjetër që të 2 emisionet t'i kemi përballë njëri tjetrit, t'i kemi skuadrat e tyre përballë njëri tjetrit, dhe të flasin me publikun. Është krejt ndryshe me fol në një studio televizive dhe me një gazetar antikonformist, unë bëj pjesë ke ata që nuk jam konformist, por mundo me qenë sa më racional, sa më objektiv, sa shumë e rëndësishme. Po në këtë rast edhe vetë platforma ka sjell objektivitet, nuk ka as indikim as tek unë si drejtues emisionesh, po në përgjithësisht as për publikun. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të afrohet një platformë e tillë. Por nuk duhet t'i hiqësh komunikimit saj dritare me publikun. Për të përcjell platforma, unë vazhdoj ta them edhe një herë, nuk është mirë, nuk është as pak mirë që mos të ketë debate, por të mlidheni thjesht sipas formacione politike, ku mlidheni militantët dhe është shumë normale që të bëhen këto, por nuk diskutohet dhe nuk jepen para publikut gjërat fundamentale, por jepet më shumë makjazh. Dhe makjazhi nuk është bindës, madje makjazh me kolonë zanore. Kjo nuk është normale. Mund të vazhdoni me fushatat tuaja politike të doni si doni në mënyrën tuaj, ama kur ju ftojnë në platformat ndryshme, qoftë në televizione, unë do ju sugjeroja edhe miqësisht, po edhe si njëri me eksperiencë goxha të gjatë në media, t'ju ftoja që t'i diskutojmë programet, t'i diskutojmë edhe në debatet tilla, të bëjmë debatin konstruktiv, ju siguroj që asnjëherë unë nuk parapërqet tallavat politike qoftë në për emision me radhë, pra ne kemi vënë dhe emrin në kuvend. Është një emër sugjestionues, është shumë i bukur. Po e kemi thënë kuvend sepse t'jemi ke veni i kuvendeve. Ne kemi ditë historikisht me bën kuvende të mira, edhe kur kanë qenë kundër me njëri tjetrin. Pra ne jemi një vend mitik për kuvendet. Lezhë, Mirdita, Kurbini, edhe gjithë treva tjetër, Shkodra me radhë. Kuvendet ndërkrahinore, edhe kur nuk kanë rënë dakord me njëri tjetër, po kanë bërë kuvend burrash. E në këtë rast nuk përmend thjesht kuvend burrash për të qenë maskilist, por kuvend njerëzish të cilët kanë ditë me pa mbi gjitha interesat e krahinës, interesat e kombit përpara interesave që kemi të bëjmë parciale të fisnive, apo aq më tepër kur themi sot të klientelizmit dhe të nepotizmit. Ndaj, unë do ju ftoja sërish, po e bëj sërish këtë ftesë që e janë sidomos 2 formacionet politike, javën tjetër e keni në dispozicion, po ju bëj thirrje edhe herë miqësisht, qoftë zotit Ulsimania, si drejtues politik i Partisë Socialiste, por dhe zotit Agron Gjek Markaj, do doja që ne këtu së bashku të diskutonim, të debatonim për këtë fushat elektorale, për atë çfarë jep njëri krah politik dhe çfarë jep krahu tjetër politik, dhe ne ta përcjellim me shumë dashamirësi, me shumë objektivitet, atë çfarë përmban përgjithsisht komunikimi mediatik me publikun, komunikimi që në fundit vjen nga një pushtet i katërt, siç është media serioze. Edhe pse duket se është një kanal i vogël televiziv, ju siguroj që në brendinë e vet, në formatin e vet, ka po të përmbajtje që mund të ketë një nga kanalet më të mëdha kombëtare. Ju mirëprestu.